Edhe festa e Kurban Bayramit, shikoni ndëruar. Edhe festa e Fitr Bayramit në Islam ndërlidhen me suksese, me të arritura. Nuk janë thjesht festa. Nuk janë thjesht data historike, nuk janë thjesht pushime, jo. Ndërlidhen me suksese madhore që i arrin besimtari. Andaj, pas këtyre sukseseve, pas këtyre kontributeve, pas këtyre të arriturave, ja vlen të festohet. Qase Islami e mëson besimtarin se në këtë botë nuk mund të arrish asgjë, madje nuk mund të meritosh asnjë festë përmes përtacis, dembelis, neglizhencës, papunësisë e kështu me radhë. Andaj, ai që dën sukses duhet të lodhet për sukses. Ai që dën rahati duhet për momentin të praktikojë rahatin. Të lodhet, të angazhohet, nga se çdo gjë në këtë botë e ka çmimin e vet. E ka çmimin e vet. Për këtë arsye edhe nga ky kënd dëshojmë që ta sqarojmë edhe çështjen e Kurban Bayramit. Fillimisht në këtë fest është haxhi, sikur që e përmenda. Çka simbolizon haxhi? Një fitore të madhe, një ngadhnim, një sukses të madh, jo vetëm të atyre që kanë shkuar atje, por edhe të atyre që kanë mbetë këtu. Për çfarë arsye? Nga se haxhi, shikohet ndëruar, bie në 10 ditët e para të muajit Dhulhijhe dhe vazhdon për 2-3 ditë tjera pastaj pas ditës së 10. E çfarë kanë të bëjnë 10 ditë e muajit Dhulhijhe? Pavarësisht, a bëhet fjalë për haxhinun, a bëhet fjalë për haxhiun që ka shkuar në haxh, apo për besimtarin dhe besimtarën që kanë mbetur për arsye të caktuara në shtëpinë e tyre, për të gjithë, 10 ditë e para të muajit Dhulhijhe janë ditët më të mira, më të dashura tek Allahu i Madhnuar. Andaj, në këto ditë besimtarët janë të angazhuar në adhurim, janë të angazhuar në kërkim falje, janë të angazhuar në kontribut dhe solidaritet, janë të angazhuar në lëmosh dhe përkraje dhe mëshirë, e bëjnë një aktivitet të ngjeshur që dallon nga ditët e tjera. Për këtë arsye edhe pas 10 ditësh të angazhimit, të përkushtimit, të madje edhe të lodhjes besa, vije festa e Kurban Bayramit. Andaj kurorizimin e suksesi, i një të arriture, do të thotë i kemi 10 ditë që të Allahu qenë më të dashura.